Do ndaj tani një histori që erdhi nga një seancë trajtimi. Klientja kishte kohë që kishte dalë nga një lidhje shumë e gjatë 10 vjeçare, të vështirë, me ndarje ribashkime, gjithmonë gjendej sebeb diçka që të ndashin sërish, dhe pas ndarjes përfundimtare, edhe pse kishte kaluar shumë kohë, ajo nuk arrinte dot që të krijonte një lidhje të qëndrueshme. Ose takonte njerëz të vështirë, të pamundur, ose gjërat mbylleshin përpara se të fillonin mirë. Dhe ajo erdhi për të trajtuar pikërisht këtë problem, sepse nuk e kuptonte pse ndodhte kjo gjë. Si zakonisht, e filluam seancën me skanimin e situatës dhe shikuam përgjatë rrugtimit të saj të jetës për të kuptuar ato modele që ajo kishte ndërtuar rreth marrëdhënieve, dashurisë, partnerëve. Si ishte ndjera ajo brenda kësaj lidhje 10 vjeçare, çfarë kishte mësuar nga ajo lidhje, çfarë besonte për partnerin, për dashurinë, për veten e saj në një lidhje. Dhe kështu filluam pa nga pak duke gërmuar që të dilnin disa gjëra. Në fakt që fëmia ajo kishte qenë prezente, dëshmitare e një marrëdhënie të vështirë mes prindërve të saj, dhe pa e ditur kishte huazuar, mësuar në lidhje me marrëdhëniet që dashuria dëmb, marrëdhëniet janë kaotike, meshkujt janë të vështirë, të pabesë. E kështu si fillim punuam këtë stres, besimesh, programimesh, e çiruam, i riprogramuan. Por brenda vetes time kisha diçka që nuk më binte. Ndjeja si terapiste që nuk kisha arritur në fund tek thembra e akilit. E ndjeja që rënja e vërtet ishte shumë më thellë. Dhe kështu navikova më thellë, më tej. Në Theta Healing, kur programimet që kemi marrë në këtë jetë nuk shpjegojnë gjithçka, atëherë navigojmë në nivelet e tjera, në trashëgimi, modele që kemi marrë nga prindrit, nga nëna, babaja, apo edhe nga mëtutje paraardhësit tanë, modele që mund na ketë imponuar kultura, kolektivja nga nevim, por edhe mëtutje edhe nga jetët e shkuara. Sepse shpirti mbart memorje dhe gjurmët nga gjithçka. Dhe kur shkuam më thellë, unë zbulova një jetë tjetër, ku personi, klienti dhe ai partner ishin sërish në një lidhje, me paq trauma, ndarje, humbje, dhimbje. Dhe duke hetuar këtë energji që pikasa, ndjeva një blok të fortë, në formën e një premtimi, betimi, dhe ajo që ndjeva ishte do të jem gjithmonë e jotja. Një betim i bërë me gjithë shpirt, dhe unë e pyeta klienten nëse ky betim i rezononte disi në marrëdhënien që kishte patur. Ajo hapi syt nga gjendja e thetës në cilën ishte, dhe me habin më të madhe më thot, më konfirmoi që po, këtë fjali, këtë premtim, këtë zotim unë e kam thënë fjalë për fjalë kur ishim të lidhur. Unë jam betuar që do të isha gjithmonë e tij. Sigurisht nuk ishte asnjë mënyrë që unë ta dija këtë, por fusha më tregoi gjithçka që unë kisha nevojë të dija dhe të çliroja. Pse? Sepse fjala së pari mbart energji, dhe nga ligji fizikës i termodinamikës, energjia nuk shkatërrohet, ajo vetëm transformohet. Dhe sipas fizikës kuantike, çdo ngjarje, çdo emocion, çdo vibrim lë gjurmë, të cilat lexohen pastaj përmes fushës, përmes memorjes akashike. Pra, ky betim i dhënë me gjithë shpirt nuk ishte zhdukur, por ishte ruajtur në fushën kuantike. Dhe çdo herë që shpirti i saj ritakohej me këtë person me të njëjtin shpirt, fusha e aktivizonte automatikisht. Dhe çdo lidhje e re që ajo bënte më pas në nivel të pavetëdijshëm, ndihej tek ajo si tradhti ndaj atij premtimi i betimit vjetër që kishte dhënë. Dhe kështu pa e ditur, ajo vetë sabotonte në një farë mënyrë çdo lidhje të re që niste. Bëm çlirimin e betimit, më pas bëm të divorcin energjik, shkëputjen e lidhjes energjike me atë shpirt, mbyllëm kontrata të vjetra sigurisht në kontekstin e respektit, e mirënjohjes për çdo gjë që kishin kaluar. Dhe menjëherë pas kësaj u pati një çlirim shumë të madh emocional, dhe gjithë ajo energji që ishte mbajtur prej kohësh, kishte ardhur momenti që ta çlironte përmes shumë lotësh. Sikur një pjesë e saj më në fund ishte e lirë, sikur u krijua një hapësirë e re brenda saj, dhe ajo e ndjeu edhe fizikisht në zemër. Tani që unë po e tregoj këtë histori, ka kaluar rreth 1 vit nga bërja e seancës, dhe ajo më shkruajti për të më thënë që
Tashmë kishte nisur një lidhje të stabilizuar, të qetë, e ekuilibruar, ku ajo ndihej mjaft e lumtur. Dhe tani e kam me ty që po e dëgjon këtë histori, ndoshta ndonjëherë nuk është partneri i gabuar, nuk ja sti që nuk meriton dashuri, nuk është as fati i keq, vendi i gabuar, njeriu i gabuar, historia e gabuar, por mund të jetë një kontratë e vjetër që shpirti yt e ka mbajtur dhe koha e ka mbartur. Nëse ndjen që edhe historia jote e dashurisë ka rënë që ti nuk ishe, por ndihet e vështirë, ti nuk e kupton arsyen pse gjërat shkojnë keq, më shkruaj një DM, unë di se si të ndihmoj. Dhe jam kurioze, kush është modeli i marrëdhënieve që përsëritet në jetën tënde? Ku ngec gjëja?